Ka vendosur që vetë ndjek zgjedhjet qysh në përdeg. Kështu kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, në paraditën e së dielës erdhi në Podujev. Këtu do të mbahet kuvendi i 6 zgjedhor për rajonin e Llapit. Haradinaj po bën thirrje që secili qytetar të jetë pjesë e debatit për ta ndryshuar gjendjen aktuale në vend. E antarësia e AK-s zgjodhi ta ruajë liderin në këtë deg. Sërish i besoi Ismet Abdullahut. Rrugtimi ynë i përbashkët nuk ka qenë i lehtë. Tani Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës gjendet para një sfide të re. Atë drejtimit të vendit që vjen si kërkesë qytetarët dhe nevojë për të dhënë një qeverisje të mirë dhe dinamike. Ndërkaq lideri Haradinaj nuk u ndal me kaq. Ai mësyu Ferizajin që t'i përcjell edhe zgjedhjet e degës së atjeshme. Këtu ky tha se ka një arsye pse vendi nuk ka zhvillim ekonomik. Po tregohen çuçana në qeverisje, po tregohen pa zot. Sepse po e vjedhin shtëpinë tonë. Sepse shumica jonë po mendojnë ngushtë. Në kuvendin zgjedhor morën pjesë edhe mysafir nga partitë e tjera, të cilët u shprehen të gatshëm për konkurrencë të shëndosh. E rivali edhe këtu u mbeti i vjetri. Naim Ferati u rizgjodh kryetar dege, sërish dha premtime. Sfidojmë qeverisjen që të ofrojmë një qeverisje të mirë, një qeverisje për qytetin e Ferizajit dhe për bashkëqytetarët, e cila do të jetë qeverisje shembull për gjithë tjerë. Sipas pjesëmarrësve, procesi i votimit shkoi si duhet.